Në Shkodër e njohin të gjithë si mjeshtrin e punimeve të drurit. Zia Karini është 85 vjeç, ka nisur të dashurojë këtë zanat në moshën 14 vjeçare. Sot plot 71 vite më pas, ai mbetet më i vjetri në qytet, që nuk pranoi kur t'i ndahet këtij zanati. Mjeshtri Karini e ka të trashëguar këtë zanat nga babai dhe xhaxhai i tij. Familja jon ka filluar në 1925. 3 agjet Manangoza, kupton? Atëherë u bën zrugtaria me 4 punëtorë. Atëherë edhe në tash 6 nipa mund me zanatin i prindve. Atëherë zrugtarini madhe mahon në të kohë e mori shteti, e kupton? Atëherë me agja se kena pa 7 dyqane në Karinta, që edhe 2 furra në buket. Atëherë me agjen fillu me punoti në 54-shin. Unë ishe 13 vjeç në të kohë. Edhe puno fillu me agjen, edhe ba me ti 2 repegjerin në të kohë. Me hapjen e ndërmarrjes artistike në Shkodër në vitin 1965, Ziaja fillon punën si modelist, ku në saj të talentit ai dallohet për mjeshtrinë e tij. 65-ën, Ministria e Industrisë Lehtë na shputi 4 vetëve. Kolestani, Zia Karini, Eser Duli dhe Ibrahim Tofiku. Te duaj të reja ku a filiali aty ba me dyqanin. Bashim modelet e që edhe qoshim Ministri e Industrisë Lehtë. Edhe fillu me të shi në të kohë, 5 vjetë, 8 perfekcione, me dru, me tezja, edhe kostume kombëtare, 8 zenada. Fotografin e kena atje mrend me 60 vetë, erë me këtu në 70-ën. Ate në 70-ën më sënej, u kryume me 36 zenada. Me arë, argenti, bronzant, në të kohë. A ka kënë nërmarrje shumë me lavdishme. Nërmarrje artistike? Artistikes. Punimit e tij të kuruara janë kthyer në një pikë ndalese e të preferuar për të gjithë, nga shkodranet që duan një kujtim në shtëpitë e tyre, te emigrantët plotmallë deri te turistët e huaj që mrekullohen nga ky art i rrallë që po zhduket. I blenë shumë të se unë marr pjesë edhe në Njuster. Mas Bosnjën edhe Meris janë 8500 shqiptarë. Fton kishë ortodoks aty se marr me veti në punim, edhe kënaqen ti përgjësia atë. Se këtë lloj teknikësh se kishin pa atë në herë. Se bëhet festival, një vjet e bajnë grek, një vjet shqiptar. Aty janë 8500 shqiptarë në Njuster. Çfarë preferojnë më tepër për punimin e tyre? Tonë dojnë me prej qytetit vetja. Se edhe këtu kur vinë ti refugjat, marrin tashi unë i Bashallekut, unë i Bunës, kalani i Shkodrës, se japin pesheshe. Ziaja thosë se të rinjt nuk kanë shumë interes për këtë zanat, madje edhe për artin në përgjithësi. Rinia nuk e preferon artin. Ja. Kalen aty tashi, edhe se sjell kyt me pa. Se dikur kena nga vrap në edhe fëmijët. Shku me pa piktura, me shku pa. Me shku në teatër, me shku. Pasioni i tij nuk është zbehur asnjë ditë. Me një energji që do ta kishin zili edhe të rinjt, Zia Karini vazhdon të krijojë vepra që mbartin kulturën dhe historinë e Shkodrës.